Tani du të muloj pak Forexin që i bin dollari, do muloj floririn, naftën dhe ca materialet e tjera të rëndësishme, ndoshta bondin 10 vjeçar, edhe ca materialet e tjera si gazi dhe argjendi, silver, për të parë gjendjen e përgjithshme ekonomike dhe çfarë asetesh po blihen dhe çfarë asetesh po shiten. Flasim tani për dollar index. Të shikosh këtu që patëm këtë rënje, një rritje këtu që ishte një mundësi e mirë për ju që jeni afat shkurtër në Forex që të tregtonin, unë ndava e kam thënë disa herë që ishte mundësi e mirë mbas testimit të 103. Tani po ulet pak, është për të parë që do gjejnë një support të kjo zona ose do shkoj prapë te 103, është për të parë. Për mendimin tim duhet të ketë një farë rritje dollari. Është për të parë. Po pati rritje dollari, ndoshta kemi më shitje më të madhe në stocks edhe në asetet e tjera të rrezikshme. Po më duket se duhet të ketë edhe një rritje tjetër, kjo mund të jetë një dip dhe pastaj një rritje tjetër. I duhet. Me të rënje të thotë që ka bërë dhe sa i shitur është RSI-a këtu. Edhe po bërë një dip, më shkoj deri këtu dhe pastaj kthehet prapë lart. Për të parë. Javën që do vi, unë nuk e tregtoj dollarin, unë thjesht e analizoj që ta di gjendjen e dollarit edhe si për çfarë arsye po rritet dhe po shitet dhe çfarë impakti ka te tregjet e përgjithshme. Kleo, po patën do i mendim, do hy kur të dush ti, nuk është problem. Po shikoj edhe në kompjuter, po ndjek edhe ty. Po ne po thjesht bëjmë një analizë. Pak a shumë, po edhe i kemi diskutuar gjatë javës, kështu që për të është pak si ndoshta edhe e mërzitshme. Një gjëra. Është e mërzitshme se sa më shumë ti përsëritesh, më gjë e mirë është. Sa më e qartë të bëhet, po. Mbas sa rënje, unë po thoj që do shkonte për lart, ndoshta do bëhet një dip tjetër. Nafta ka qenë një industri që unë fatkeqësisht nuk e studiova mirë këto 2-3 javë. Kleo, se më duket Oksi heci mirë dhe ca tjera. Që kishim pasur ca mundësi sepse ka pasur këtë rritje, por isha pozicionuar më shumë te asete më të rrezikshme si mikrostrategjia, te Palantir, te ca tjera me idenë që të fitoje diçka më shumë. Por nuk eci tregu më lart dhe kam dalur nga ato, por nafta ka ecur mirë dhe le të themi kam humbur mundësinë që për të tektuar, ndoshta bën një dip dhe aty do na japi mundësinë. Unë doja dipin pak më parë që ta tregtoja këtë kjo zona, ndoshta dipi varion bëhet këtu dhe pastaj e tregtojmë prapë te zona. Këtu te 68. Gazi natyral vazhdon këtë rritje që ka pasur tani për disa muaj. Unë kam qenë në këtë valën e gushtë që flisja pozitivisht për gazin natyral. Natural gas, besoj që përkthehet gaz natyral. Edhe ka pasur këtë, le të themi, rritje këtu, pastaj një dip, një rritje tjetër dhe dip tjetër, ndoshta një rritje tjetër. Po si po konsolidohet te kjo zona, ka vështirësi me thy këtë zonën e 4.60, 4.60, 4.8. Është për të parë, por pozitive në përgjithësi, madhrat. Floriri ka qenë një nga ato që unë kam parashikuar që 2600, unë kam parë dhe në këtë val në rritje këtu nga 2400 që do vazhdonte për lart, por 2600 ishte një zonë që mendoja që do shkonte për lart, shihem chartin që është XAU USD dhe duket shumë qartë që do shkoj te ajo zonë që kam përcaktuar unë 3200. Këtu kam tregtuar unë disa asete miniera Floriri, se nuk e tregtoj Floririn vetëm, e tregtoj miniera Floriri ose asetet e tjera që lidhen me Floririn dhe kanë ndikim. Këtu ishte zona tjetër që unë më pëlqente, që kam darë këtu përpara 2 javë tani besoj. Dhe përmendë javën e kaluar që kishim këtë strukturën këtu që mini strukturë që po krijoheshe, mini dip dhe pastaj rithyrje dhe rimarrje të asaj zone për lart. Silver ka qenë një nga asetet që ka qenë në rritje. Unë po shikoja ca miniera dhe kompani që merren me silver.
nuk tregtova, por Silver për mua manipulohet shumë nga institucionet dhe kam frikë ta tregtoj, kurse Floriri vazhdon këto rritje se ka kërkesë nga faktorët ekonomik. Por Silver 34 kemi rezistencë. 36 në kam pasur si zonë synimi unë, për para të kjo vala tjetër. Dhe atë mund të realizoj tani për mendimin tim. Po, do kone vetë. Kemi dhe këte vizën e trendit të që mund të mbaj. Shpërtu parë se e testonë dhe pasaj shkëm për lartë. Kemi bondin 10 vjeçar, që është shumë rëndësishëm, ka rënë dhe bondi 10 vjeçar se përshesin dhe këte, nga faktoret për probleme që mund ketë Amerika, dhe të kjo është bërë po i njëti formim. Bear flag. Shikoni? Një bear flag dhe të kjo. Rënje, bear flag, pasaj rënje. Që ka ndodhur dhe të asë dhe tjera, S&P 500, Bitcoin, Ethereum, shumë asë dhe tjera. Ndë një tjetër, nuk ka ndë një tjetër që mendoj që ja vlen për momentin, është tregu australian, shikojmë ta studiojmë pak, dhe kjo, bear flag këtu dhe rënje. Dohet të shikoj pak tregun korean që mendova që mund ketë dhe brazilian. Korean, brazilian janë shumë të nënvlerësuar për momentin, se janë shitur shumë më parë. Ke pasur këtë rritjen këtu dhe këtë dipin, tani do të shikojmë se si çfarë impakti do ketë. Problemi i tarifave është që mendoj që do ketë impakt te gjithë ekonominë globale. Po që Trumpi del dhe thotë reciproke për çdo gjë. Kështu që dhe Korea dhe Brazili dhe tjera do kenë probleme. Okej, Dow Jones, po një dhe situatë këtu, një rritje dhe pasaj një ulje, një bear flag, atë kaq. Një dhe situatë në çdo treg kryesor, trend për poshtë, bear flag, trend për poshtë prap, rrimarrje të zonës mund të ndodhi këtë javë, ose një rënje më të thellë, është për të parë ku do jetë support tregu. Gjë ku duhet të përqendroheni ju është ku do jetë support tregu. Çfarë zone dhe aty të studioni, mos blini. Studioni, ka gjetur support është akumuluar dhe pastaj të shikoni për të hanuar për lart. Atë që tha Iri mund të zgjasë 2-3 javë. Rritja që të rimarrë zonat që të bëhet një treg që është në anim bullish, që të rimarrë 200 SMA, të rimarrë sa strukturat e tjera, S&P 500 dhe gjithashtu dhe Bitcoini për një dhe gjë dhe tregjet në përgjithësi. Vetëm Floriri është i fuqishëm për momentin edhe i sigurt. Kleo, do një mesazh final? Për gjithë ata që do të them diçka për përgjithësi për këta që luajnë kripto, sepse shumica janë fillestarë, do të jepja një këshill se shoh shumë Telegram që thon kam $500, kam $1000 ku ti investoj. Qofse nuk do t'i humbësh ato lek, mundësia më e mirë, gjëja më e mirë që mund bësh është të hapësh një paper trading, një account me lek falso dhe praktikohesh aty, shikosh që si mund blesh dhe ku mund shesësh, pse shumica nuk din as si blen as si të shesin. Mund bëni praktikë aty, pastaj mund të investoni lekët tuaja sepse kështu do t'i humbisni. Po. Kjo është këshilla më që doja t'ju jepja, sepse po shikoj shumë që po pyesin edhe kjo është gjë më e mirë. Do të provoni veten paktën një vit, 6 muaj, ju provoni veten, blini, shisni dhe të shikoni se a fitoni ju, domethënë si do vepronit po të kishit ato $500 ose e tjerë. Ose mund të prisni në momentin që ne futemi long, mund blini një coins edhe aty mund të përfitoni 50%. Po. Edhe me atë mendim jam se marrim shumë pyetje. Nuk po e them që të ofendoj dikë ose në gjë të tillë, po e them më shumë që si këshill, marrim shumë pyetje për sa gjëra që janë bazike ose bazë të tregtimit. Për shembull, çfarë është një short, çfarë është një long? Çfarë është shitja, si mund të shes, si mund blej? Po që nuk di të blesh dhe të shesësh, nuk di të përdorësh platformën që ke përzgjedhur, Binance apo diçka tjetër, është e mira që
atë që thot Kleo, hap një account falso, një account me paper trading, një demo account, që nuk tregton dhe nuk rrezikon kapitalin, dhe testo veten, testo se si funksionon platforma, se si funksionon tregtimi long short. Lexo për këto gjëra, çdo platformë, si TradingView, si Binance, si IBKR-ja, te website i vet ka këto lloj informacione në gjuhën anglisht. Tani shqip unë nuk mund të rrit shpjegoj çdo gjë, se si të hyni ju, se si të dilni ju, se janë gjëra bazë. Unë të ndihmoj duke dhënë analizat dhe mendimet e mia, dhe unë aktualisht unë nuk po mundohem që t'ju ndihmoj. Unë po mundohem që të dokumentoj çfarë po bëj unë, se sa ju ndihmon ai informacion juve te Telegrami apo informacioni që ndan Kleo te Telegrami është për ju të vendosur. Ndoshta ca thonë që unë do të fitoj më shumë pare më shpejt. A fat mesëm nuk më pëlqen. Nuk na pëlqen për shkak mendimi që kemi ne. Ka shumë njerëz që thonë nuk janë jam anën e kundërt. Ca tregtojnë afat gjatë, duan vetëm të buy and hold. Janë gjëra që secili ka ato ndjenja personale për tregun, por po që nuk di të bësh gjërat bazë, mos e merr iniciativën fare për të futur kapital real. Sepse do të digjesh dhe do të japësh paran Binance-s, IBKR-s ose një kompani tjetër që ju përdorni, se ato do ta marrin paran. Ose dhe tregu, do ta marrin tregtarët e tjerë. Është gjëna që të humbni parat kot. Më mirë studio pak. Dhe kjo është mendimi im, se unë e di se sa vështirë është për të vënë kapitale, Kleo e di. Edhe do punë, ju besoj që punoni, keni punë të tjera, merrni iniciativën, mësoni se si të tregtoni herë dhe pastaj rrezikoni kapitalin. Nuk është bashe me lule tregu, nuk është ëndra që një ëndër që do bësh i pasur për ose lotari. Është shumë e rrezikshme dhe po nuk ditë të tregtosh ja jep personat e tjerë, se dikush do të humbi që të tjerë të fitojnë, si puna jonë, për shkak që ne tani po fitojmë, dikush po humb para aty. Se kush po humb ne nuk e dim. Është tregu në përgjithësi. Mesazhi final është që një ndihmë e madhe që do keni është kjo e Telegramit dhe YouTube-i jon. Jemi munduar që në startin e këtij YouTube-i që të bëjmë informacione sa më të sakta për ju që të jenë profesionale në nivelin profesional. Okej, ne nuk vishemi me kollare dhe me këmisha, por për të tregtuar tregun e dim se si ta bëjmë në mënyrë perfekte. Për të parë provat, shkoni te Telegrami për të marrë sugjerime, ndihmë, pyetje, gjëra të tjera, të shikoni vendimin që marrim ne, analizat që bëjmë ne gjatë javës, keni Telegramin dhe keni te përshkrimi më poshtë. Okej, po le me kaq. Faleminderit Kleo. Faleminderit. Edhe Duar edhe për